Trupa diplomatike akredituar në Shqipëri po zhvillon një vizitë dyditore në Vlorë me ftesë së bashkisë dhe me mbështetjen e Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme. Delegacioni i trupës diplomatike është pritur mes ditën e kësaj të njëjtje në manastirin e Shënmërisë në Zvërnec nga kryetari Ermal Dreda. Kryetari i Bashkisë Vlorë ka treguar se në vizitën dyditore që do të zhvillojë trupa diplomatike është parashikuar që ata të vizitojnë nga afër dhe të njihen me atraksione turistike, por edhe objektet, monumentet e kulturës që tregojnë historinë e qytetit. Do të jetë 2 ditë vizitë. E filluam këtu, do të jetë Muzeu i Pavarësisë që do të vizitoj, do shkojmë te Sheshi i Flamurit, do të ketë pastaj një aktivitet duke parë edhe vende të tjera që kanë karakter historik edhe arkeologjik, ndërkohë që është një agjendë e ngjeshur, po ashtu nesër do të shkojnë në Llogara. Dreda ka komentuar edhe mungesën e këtë vizitë të parë në Vlorë të ambasadorit të Bashkimit Evropian. Momenti që ato e kanë agjendën e ri, patjetër do të jenë. Megjithatë, duhet parë në vazhdim, edhe mos të vinë vetë ambasadorët, është e sigurt do të vinë një ngarkuar me punë, po prapë që përfaqëson vendin që përfaqëson. Kryetari i Bashkisë së Vlorës thotë se kjo vizitë e trupës diplomatike në vendin tonë do të shërbejë edhe për të komunikuar me ta rreth problematikave që mund të ketë qyteti, të cilat kërkojnë investime.